Mimbrëma të gjithëve, nisim lajmet në gjuhën shqipe si çdo të martë në Radio Galileo. Vdes në Rom, 90 vjeçari nga Kavaja, i lë qytetit të lindjes 1 milion euro. Shoqëri Jaho, që ka jetuar në Rom që në vitet 40, në testamentin e tij çdo pasuri që ka, shtëpinë dhe një dyqan që ka në qendër të Romës, ja kalon qytetit të Kavajës. Bëhet fjalë për një pasuri që vlen sipas avokatit nga 800.000 deri në 1 milion euro. Kjo është një histori e pabesueshme, por që në Kavaj këtë ditë flitet vetëm për të. Bëhet fjalë për shtetasin Shoqëri Jaho, një qytetar i Kavajës, i ndar nga jeta në moshën 90 vjeçare në Rom të Italisë. Shoqëri Jaho në vitet 40 kishte mbërritur në Itali, atje bëri dhe shkollën si ushtarak, e mandai me ardhjen e regjimit komunist në Shqipëri nuk u kthye kurrë në vetëlindjen e tij. Pati një martesë të parë, por fatkeqësisht gruaja e tij u nda shumë shpejt nga jeta, mandej filloi të punojë në Itali me lloj punësh derisa vendosi të merret me biznes. Pas kësaj filluan të vinë edhe përfitimet e para. Fillimisht bleu një shtëpi, më pas një dyqan. Pastaj u martua me gruan e dytë, nuk patën fëmijë. Komunizmi ishte shumë i fortë në Shqipëri, në Itali u vendos përfundimisht me dokumentat si azilant politik. Shumë herë tregon avukati që ka qenë një mik i shoqëri Jahos, i erdhi radha të merrte pasaportin italiane, por gjithmonë refuzoi ato. Jo, më thoshte, unë jam shqiptar dhe duhet të vdes si tillë. E kështu vian rrëfimin e vet avokati, nuk u lodh në vitet 90 e jetës së tij deri në janarin e këtij viti, që të shkonte çdo 2 vjet në dyert e kuesturisë italiane për të rirë dokumentat e qëndrimit. Avokati Rofan, së bashku me shoqëria Aune, kishte vizituar Kavajën pas viteve 90, pra pas ardhjes së demokracisë, por kur e shite vendindjen e tij në ato gjendje të miruar, zgënjehej. Gjithë jetën ka vuajtur komunitet dhe askush nuk është kujdesur për këtë. Dua një nder pas vdekjes sime, gjithë pasuria ime të shkojë për Kavajën, po kur në krye të saj të vendosen njerëz të përgjegjshëm, tregon avokati për përjetimin e shoqëri Jahos kur kishte parë edhe gjendjet të lënë pas dore për qytetin e tij. Kjo pra është një histori shumë prekse që një qytetar shqiptar ka lënë për qytetin e vendlindjes së tij. Edhe i kryetari i komunës së Kavajës, Elvis Roshi, është i habitur nga kjo dhurat, ka qenë 3 ditë me avokatin për të njohur më mirë këtë dhe gjithë kursimet e jetës së tij ja ka lënë të qytetarëve të Kavajës. Një lajm tjetër, censusi italian, komunat në kërkim të huajve të zhdukur, thirrje që të bëhen të gjallë dhe policë të qytetit deri më der të atyre që nuk kanë dorëzuar formularet e përpiluar të censimentit. Shoqata e gjendjes civile të komuneve thotë që ka shumë imigrantë të rregullt që nuk janë numëruar. Puna e më madhe nis tani. Komunat në Itali kanë hedhur pyetjen se ku kanë përfunduar 800.000 imigrantët e zhdukur nga censimenti i fundit. Kanë qenë 4 milionë e gjysmë rezidentët e rregullt të regjistruar në zyrat e gjendjes civile të komunave italiane në fillim të vitit të 12, por sipas të dhënave të para të censimentit janë 800.000 persona rezultojnë që nuk kanë prezantuar censimenton. Prandaj komunat i bëjnë thirrje qytetarëve dhe po shkojnë shtëpi më shtëpi që t'i japin edhe një mundësi tjetër për të mos u fshirë dhe për të mos humbur kështu rezidencën. Shumë komuna po i paraprin të keqes duke bërë thirrje të huajve të humbur, dishamo themi kështu, të bëhen të gjallë. Komuna e Raguzës për shembull ka botuar në faqen e saj internet këtë lajmërim me qëllim që të mos fshihen për shkak të mos përgjigjes së censimentit. Personat e panumëruar për të regjistruar në regjistrin e popullsisë së komunës të këshillohen të paraqiten urgjentisht në zyrën e gjendjes civile për të konfirmuar rezidencën e tyre. Të huajt jo komunitar, rezident, por që nuk janë përgjigjur censimentit, duhet të tregojnë që kanë prani të rregullt në territorin italian duke mos humbur kështu rezidencën. Këto lajmërime janë nismë pozitive, praktikisht komunat po thonë
Nëse jeni këtu bëheni të gjallë në interes të qytetarëve të panumëruar. Por nuk ka ndonjë rrezik që ato të bëhen të gjallë sot, mund të marrin ndonjë job pse nuk janë përformuluar, nuk kanë dorëzuar formularin e censusit. Këto janë pyetje që mund t'i përgjigjen edhe në komunë, por këto nuk mund të hiqen nga regjistrat e komunave, prandaj nuk duhet i trembën kësaj gjëje dhe të paraqiten pranë komunave për të mos humbur rezidencën. Përfaqësuese shqiptare fiton turneun e popujve në futboll. Edicioni 4 i turneut të futbollit u fitua dje nga kombëtarja shqiptare që mundi në finale Marokun, skuadrën ndaj së cilës fitoi edhe në grupin eliminator. Ndryshe nga 3 vitet e shkuara, kur në fund të turneut të popullëve në Fuçeko festonin senegalezët, dje pas barazimit dhe fitores ndaj Marokut me penalti, festën e kanë merituar shqiptarët. Kështu pra, në edicionin e 4 turneu i popujve është kthyer në një takim të rëndësishëm për shoqata që marrin pjesë në